Të dielen më 9 nëntor në 18 komuna të Kosovës do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash. Në Gjakov, gara do zhvillohet mes Erdhjen Xhinit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Erdhjen Golës nga Lëvizja e Vetëvendosje. Për të siguruar një proces zgjedhor të rregullt dhe të qetë, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Gjakov ka bërë përgatitjet e fundit. Zyrtari i lartë komunal i zgjedhjeve, Armir Rexhaj, për Mediumin ton, ka thënë se e drejta e votës u takon gjithsej 121.821 qytetarëve, ndërsa 3.141 votues janë të regjistruar jashtë vendit. Në komunën e Gjakovës do të jenë të hapura 37 qendra votimi, me gjithsej 147 vetëvotime. Rexhaj ka bërë të ditur se përgatitjet janë drejt përfundimit, ndërsa aktualisht po zhvillohen trajnimet e stafit menaxhues të zgjedhjeve. Ndërsa për mbarvajtjen e procesit janë angazhuar 820 anëtar të këshillave të vetëvotimeve, sa i përket logjistikës, materiali jo sensitiv do të shpërndahet të shtunën me 8 nëntor nga ora 10, ndërsa materiali sensitiv do të dërgohet në qendrat e votimit të dielën në mëngjes nga ora 4:30.